jemi dëshmitar të shpërfaqjes së hipokrizisë të partive politike PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska, në të cilën e kanë demonstruar hipokrizinë dhe paftyrsinë e tyre duke e mohuar madje edhe veten e tyre dhe për të aprovuar ose miratuar propozimin e Komisionit të verifikimit të mandateve që do duhet të ishte realizuar para 4 ditësh. Tash jemi në një momentum të ri, ku ne kemi bërë përpjekjen e parë për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe është shumë e rëndësishme për opinionin që të dihet se ose të ritheksohet edhe një herë se e drejta për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit i takon ekskluzivisht dhe vetëm grupit më të madh parlamentar. Kështu që përmes kësaj konferencës për media, unë i bëj thirrje edhe një herë opozitës që mos të vonojnë vendin për 48 orë do thotë në ardhje ose 4 ditë të tjera ose me muaj të tërë,